Mirëmbrëma, lajme do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama takon në NATO sekretarin e përgjithshëm Mark Rutte në Bruksel. Sekretari i përgjithshëm ka shprehur vlerësimin për kontributin e Shqipërisë në Aleancë. Rama garanton se do të bëhet më tepër për industrinë e armëve. Mbitet konferenca kryetarëve të grupeve parlamentare, përcaktohet koha 10 minuta për deputetët pas paraqitjes së programit të ekzekutivit. Këshilli Bashkiak i Tiranës do të lidhet të martën për të shqyrtuar mungesën e Rion Veliajt në bashki. Këshilltarët e maj takojnë në selinë e PS-s dhe janë gati të dorëzojnë shkresën për shkarkimin e Veliajt. Këshilli i lartë i prokurorisë ka hapur garën për kreun e ri të SPAK. Kandidatët do të kenë 3 javë kohë për të paraqitur platforma drejtuese. Mandati aktual i kreut të SPAK Altin Dumani përfundon në 18 dhjetor. ChatGPT-ja nuk mund të kurojë sëmundjet të shëndetit mendor. Psikiatrët ngërën shqetësimin për këshillat e gatshme. Kujdes me mjekimin që ofrohet, shpesh nuk është i duhuri. Do ndalemi më gjërësisht edhe te lajmet ku sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte pritet një takim në selinë e Aleancës kryeministrin Edi Rama. Rutte konfirmoi se Shqipëria është një aleat besnik i Aleancës dhe po përmbush detyrimet e saj, jo vetëm me kontributin financiar, por edhe me misionet e sigurisë kudo në zonat e konfliktit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte konfirmoi rolin e posaçëm të Shqipërisë në Aleancën e Atlantikut të Veriut. Në takimin me kryeministrin Edi Rama në selinë e NATO-s në Bruksel, ai tha se Shqipëria po përmbush angazhimet për një ushtri të fortë, duke investuar për industrinë e mbrojtjes. Albania is a staunch ally. Shqipëria do të përmbush kriterin e 2% të shpenzimeve për mbrojtjen këtë vit, që është një angazhim shumë i mirë. Vendi po zhvillon industrinë e vet ushtarake nëpërmjet sipërmarrjeve, gjë që është e rëndësishme, sepse ne na duhet që e gjithë NATO-ja të ketë një industri mbrojtjeje të fortë. Ju po jepni ndihmë të madhe me Ukrainën, për shembull përmes komandës tonë në Wiesbaden, ku kemi një delegacion shqiptar, por dhe me trajnime gjuhësore, me pilotët e avionëve luftarak, me teknikët. Pra po bëni shumë kur vjen puna te Ukraina. Jashtë Shqipërisë po merrni pjesë në forcat toksore të huaja, në Letoni, në Bullgari. Jeni aktiv në Kosovë me KFOR-in, pra po mbani një peshë më të madhe se çu takon. Ne e dimë që NATO-ja mund të ketë besim te Shqipëria. Ju e dini që Shqipëria gjithmonë do ta ketë mbështetjen e NATO-s. We know that NATO can count on Albania. You know that Albania can always count on NATO. Kryeministri Edi Rama u angazhua në përmbushjen e çdo detyrimi ndaj Aleancës, duke konfirmuar se do të nisë puna për të vënë në dispozicion të NATO-s një pjesë të konsiderueshme në Porto Romano, duke ndërtuar një port të dedikuar ushtarak. We want to do more and we are now Duam të bëjmë më shumë. Tani kemi lançuar rilindjen e industrisë tonë ushtarake. Jemi shumë entuziast për të diskutuar me ju punën e mëtejshme që duhet të bëjmë për të ngritur portin zhvillimor ushtarak në Porto Romano. Jemi këtu për të folur bashkë edhe për mënyrën se si të aksesojmë programin SAFE të Bashkimit Evropian, që në terma sigurie shkon përtej perimetrit vendeve të NATO-s dhe mund të jetë ndihmë edhe për vendet e Aleancës në Evropë. Takimi me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s vjen në kuadër të angazhimeve të Shqipërisë për të organizuar në vitin 2027 për herë të parë në një vend ballkanik samitin e NATO-s. Ky samit është një nga ngjarjet më të mëdha dhe më të rëndësishme në arenën botërore. Gjatë qëndrimit në Bruksel, kryeministri Rama mori pjesë në seancën plenare të përfundimit të mandatit të presidentit Komitetit Ekonomik dhe Social Evropian Oliver Ropke. Rama vlerësoi zyrtarin e lartë të Unionit dhe veçoi rolin e tij në kalimin e situatave të vështira që BE-u përball si në pandemi, ashtu dhe me luftën në Ukrainë. Në fjalën e mbajtur në Parlamentin Evropian dhe pikërisht në seancën plenare të përfundimit të mandatit të presidentit Komitetit Ekonomik dhe Social Evropian Oliver Ropke, kryeministri Edi Rama tha se ky udhëheqës i jashtëzakonshëm tregoi se dialogu social nuk është luks, por një nevojë domosdoshme si oksigjeni për një kontinent që po mban frymën. silent European superhero.
Një superheroj i eshtur evropian, kur e morë detyrën, Europa ishte në atë që mund të përshkruhet si stuhi. Ndonjëherë njerëzit e harrojnë se çfarë ka shkuar, por vragat e fresta apo të hapura të pandemisë, lufta dhe agresioni rus në Ukrainë që formësoi kontinentin, çështjet ekonomike që vuajnë familjet dhe bizneset, po kështu edhe Shqipëria, pavarësisht se në pritje për antarësimin në Bashkimin Evropian, duket si nga epoka e gurit, ju këmbgulët dhe kujtuat aktorët kokfort që BE nuk është tregu i përbashkët, por një bashkësi njerëzish ku rritja ekonomike duhet të vallëzoj krah për krah me drejtësinë sociale. Integrimi duhet matur me dinjitet njerëzor, me vende pune, paga të drejta e mundësi të barabarta. Sipas kryeministrit, Oliver Rëpke këmbguli fort që ardhmja e Ballkanit perëndimor në BE, për cilën Shqipëria i është mirënjohëse. Në fjalën e tij, Rama nuk la pa përmendur dhe integrimin e vendit tonë në Bashkimin Evropian, duke theksuar se tashmë Shqipëria është në një turbo sprint, të mbi i karikuar për integrimin. Një ditë para seancës për votbesimin e qeverisë së re, konferenca kryetarëve vendosi që çdo deputet të ketë nga 10 minuta kohë për të shprehur qëndrimin mbi programin Rama 4, ndërsa kryeministri Rama do flasi pa kufizim. 10 minuta është vendosur koha ku deputetët e Kuvendit të Shqipërisë do të mund të diskutojnë me kryeministrin Edi Rama mbi programin qeverisës dhe kabinetin qeveritar. Një ditë para seancës maraton të parlamentit, ku qeveria do të prezantoj programin e saj qeverisës dhe do kërkoj votbesimin, kryesia e Kuvendit është mbledhur në konferencën e kryetarëve. Burime për Radio Televizionin Shqiptar bëjnë me dije se gjatë mbledhjes, kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi kërkoi që debati të zhvillohet pa kufizime kohore. Sipas tij, bëhet fjalë për një moment të rëndësishëm dhe çdo deputet do duhet të ketë mundësinë të paraqesë qëndrimin e tij. Pas diskutimeve, palet ranë dakord që secili folës në sallë të ketë nga 10 minuta kohë për të komentuar programin aktual të qeverisë Rama 4. Për kryeministrin Edi Rama nuk do të ketë kufizime në minutazh, por si balancë rregullorja e Kuvendit parashikon që edhe një përfaqësues i opozitës, që në këtë rast mund të jetë kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ose kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi, të ketë të njëjtin minutazh me shefin e qeverisë. Seanca e sejntës pritet të jetë e gjatë dhe e ngarkuar, pasi të gjithë deputetët do të kenë mundësi të marrin fjalën, duke shndërruar debatin në një test të parë politik për majorancën dhe opozitën në këtë legjislaturë të 11. Programi qeverisë Rama 4 bazohet në 3 shtylla kryesore: Shqipëria Europiane, rritja ekonomike e qëndrueshme dhe mirëqenia për të gjithë, duke synuar integrimin në Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama pritet të prezantojë në Kuvend të Njëjtën programin qeverisës për 4 vitet e ardhshme, një dokument i ndërtuar mbi 3 shtylla kryesore: Shqipëria Europiane, rritja ekonomike e qëndrueshme dhe mirëqenie për të gjithë. Në qendër të vizionit politik qëndron objektivi madhor i antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Programi e përshkruan këtë proces jo vetëm si një objektiv diplomatik, por si një transformim tërësor të shtetit, që synon forcimin e shtetit të së drejtës, modernizimin e administratës përmes digitalizimit, rritjen e integritetit të institucioneve dhe garantimin e sigurisë publike e kombëtare. Shtylla e dytë lidhet me zhvillimin ekonomik. Qeveria parashikon financa të shëndosha, tatime të ndershme dhe një klim të favorshëm për sipërmarrjen. Sektorët strategjik të programit janë turizmi gjithvjetor, bujqësia e modernizuar, energjia e pastër që e kthen Shqipërinë në një eksportues në të ardhmen të energjisë së gjelbërt. Në dokument thuhet se paga minimale do të arrijë në 500 euro deri në vitin 2026, pa taksa shtesë, ndërsa paga mesatare parashikohet që deri në vitin 2030 të shkojë në 1000 euro. Ndërsa shtylla e tretë e programit është kontrata sociale me qytetarët e përkufizuar si mirëqenie për të gjithë. Programi angazhohet për kujdes më të madh ndaj fëmijëve, arsimim të lidhur me tregun e punës dhe standardet europiane. Ky program pritet të diskutohet gjërësisht në seancën plenare maraton të sejntës, duke shënuar fillimin e mandatit të 4 të qeverisë Rama dhe duke përcaktuar drejtimin politik, ekonomik dhe social të vendit për 4 vitet e ardhshme. Këshilli Bashkiak i Tiranës do të mblidhet ditën e martë për të diskutuar mungesën në detyrë të kryebashkiakut Erion Veliaj. Këshilltarët e majtë zhvilluan një takim pas ditën e sotme në selinë e PS-s, nga ku mësua se do t'i drejtojnë këshillit me kërkesën për të shkarkuar kryebashkiakun. Këshilltarët socialistë të Bashkisë së Tiranës u mblodhën në selinë e Partisë Socialiste për të diskutuar lidhur me vijimin e procedurave për shkarkimin e Erion Veliajt nga posti kreu të bashkisë. Mësohet se argument për këtë nismë është mungesa e tij në detyrë si kryebashkiak prej 3 muajsh me Veliajin që nga 10 shkurt i këtij viti ndodhet në paraburgim.
Në këtë takim është rënë dakord që më 23 shtator në orën 16 të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak të Tiranës për të shqyrtuar kërkesën që këshilltarët e majt pritet ta dorëzojnë në bashki. Mbledhja në selinë e Partisë Socialiste u mbajt për gati 1 orë e gjysmë dhe u drejtua nga kryetari i Këshillit Bashkiak Megi Fino dhe kryetari i grupit socialist në Bashkinë e Tiranës, Eridian Saliani. Florence Doka është kryebashkiaku i ri komanduar në Bashkinë e Cerrikut dhe ai u zgjodh me votat anëtarëve të Këshillit Bashkiak në mbledhjen e kësaj të mërkure, që në rendite pati më herët miratimin e ndërprerjes së parakohshme të mandatit të kryetarit të bashkisë Andi Salla, i propozuar nga kryeministri Rama në postin e ministrit të bujqësisë dhe zhvillimit rural. Po sot kryesia e Këshillit Bashkiak në Vlorë vendosi që në datën 22 shtator të thirret Këshilli Bashkiak me rendite dorëheqjen e kryetarit të bashkisë Elmar Dredha dhe saktimin në krye të institucionit të një prej 3 nënkryetarëve. Sipas diskutimeve paraprake, edhe pse ajo që do të vendosi është vota e këshilltarëve, grupet e Këshillit kanë diskutuar si emrin më potencial Elis Halilin. KLP-ja hapi sot garën për drejtuesin e ri të SPAK me afat aplikimi deri në datën 8 tetor dhe kritere të rrepta për kandidatët. Procesi po monitorohet nga partnerët ndërkombëtar. Kur në ndajmë vetëm 3 muaj nga përfundimi i mandatit të kreut të SPAK Altin Dumani, KLP ka hapur këtë të mërkur zyrtarisht garën për këtë post, duke përcaktuar kështu qartë edhe afatet ligjore dhe rregullat ndërkohë kandidatët, të cilët aspirojnë këtë vend, do të mund të aplikojnë. Me 11 vota pro, asnjë kundër, miratohet. Me 11 vota pro dhe asnjë kundër, Këshilli i Lartë i Prokurorisë miratoi projekt vendimin që hap rrugën për zgjedhjen e drejtuesit të ri të prokurorisë së posaçme, mandati i të cilit do të zgjasë 3 vjet pa të drejtë rikandidimi. Afati për dorëzimin e aplikimeve është deri në datën 8 tetor 2025, siç u dakordsuat nga Këshilli, vendimi në fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare web të Këshillit. Nga anëtarët e KLP-s u përcaktuan edhe kriteret që duhet të përmbushen nga kandidatët. Këshilli u bën thirrje për aplikim të gjithë prokurorëve që janë të emëruar në prokurorinë e posaçme. Platforma ndër tjera duhet përmbajë dhe të shoqërohet sipas rastit nga dokumentacioni që provon a. Eksperiencën në ndjekjen e çështjeve sensitive të korrupsionit dhe krimit të organizuar, b. Eksperiencën dhe aftësitë në organizimin dhe drejtimin e një strukture, c. Eksperiencën në hartimin dhe miratimin e rregullorëve administrative, që eksperiencë në çështje të cilat kanë marrë vëmendje të lartë publike dhe ndërveprim me median. Gara është hapur në vëzhgimin e partnerëve ndërkombëtar, përfaqësuesit e të cilëve ndoqën edhe mbledhjen e KLP-s. Altin Dumani i zgjedhur në krye të SPAK në dhjetor të 2022-shit, do të vijojë më pas detyrën si prokuror i posaçëm deri në përfundim të mandatit të tij 9 vjeçar. Hapjen e garës për kreun e ri të SPAK e përshëndeti ambasadori gjerman në Tiranë, Karl Bergner. Ai vlerësoi punën e kreut të SPAK Altin Dumani gjatë këtyre viteve në krye të këtij institucioni. Bergner shkruan në rrjetin social se procesi i nisur tashmë për të zgjedhur kreun e ardhshëm duhet të jetë transparent, i bazuar në merit dhe i lirë nga ndikimi i jashtëm. Pavarësia e gjyqësorit, e cila duhet të demonstrohet në procesin e nisur sot, por edhe në veprimet e përditshme të organeve ekzekutive dhe legjislative, është një kriter kyç për Gjermaninë në lidhje me sundimin e ligjit dhe nivelin e përgatitjes të Shqipërisë për antarësimin në Bashkinë Evropian, shkruan ndër të tjera ambasadori gjerman në vendin tonë. Kreuria e strukturës së posaçme antikorrupsion do të zgjidhet mes 18 prokurorëve aktual, të cilët kanë të drejtë konkurimi. SPAK në këto 6 vite u drejtua nga Altin Dumani dhe Arben Kraja. Kreu aktual, i cili i mbaron mandatin në 18 dhjetor, daljet mediatike i ka patur të rralla, ndërsa ka zgjedhur të shëm për të intervistuar për çështje të nxehta të institucionit që drejtoi. Me çeljen e garës për zgjedhjen e kreut të ri të strukturës së posaçme antikorrupsion, 18 prokurorë aktual kanë mundësinë që të konkurrojnë për marrjen e drejtimit të prokurorisë së posaçme. Zgjedhja e kryeprokurorit të ri nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë do të vendosë emrin e tretë, i cili do të drejtojë këtë strukturë, e cila fokus ka ndjekjen penale dhe hetimin e çështjeve të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Lista me emrat që shikoni i përket kandidatëve të mundshëm, të cilët janë pjesë e SPAK-ut aktualisht dhe kanë mundësinë
mundësinë që të konkurojnë, ndërsa vetë kreu aktual Altin Dumani nuk mund të përfshihet në garë, pasi nuk ka të drejtë rikandidimi. Kreu i ri prokurorisë së posaçme vjen pas drejtimit të saj nga Altin Dumani, i cili u zgjodh për të drejtuar prokurorinë e posaçme më 18 dhjetor të vitit 2022. Dumani u zgjodh pas përfundimit të mandatit të Arben Krajës në dhjetor të vitit 2019, i cili ishte i pari pas krijimit të prokurorisë së posaçme. Pas mbarimit të mandatit, Dumani do të ushtrojë detyrën si prokuror i posaçëm i kësaj strukture deri në përfundim të mandatit, njësoj si Arben Kraja. Altin Dumani në 3 vite si kreu i SPAK zgjodhi Radio-Televizionin Shqiptar për t'u përgjigjur pyetjeve që preknin çështje të nxehta të institucionit që ai do të drejtojë deri më 18 dhjetor të vitit 2025. Është vërtet hera e parë që dal në një intervistë në media. Përdorimi i inteligjencës artificiale në vend të psikologut apo psikiatrit po rritet. Mjekët e shëndetit mendor konstatojnë se pacientët e tyre shpesh vinë në këshilla të referuara nga ChatGPT-ja, ku jo rrallëherë kanë tentuar edhe të mjekohen përmes tij. Ata tregojnë përfitimet dhe rreziqet e këtij fenomeni. Përdorimi i ChatGPT-s në vend të një konsulte me psikologun apo psikiatrin nga persona që kanë probleme me shëndetin mendor po bëhet gjithnjë më i zakonshëm. Fenomeni pranohet nga mjekët psikiatër të qendrave komunitare të shëndetit mendor, të cilët tregojnë avantazhet dhe disavantazhet e tij. Nëse një person që është me ankth do të thotë që aktualisht unë vuaj nga ankthi dhe çfarë nuk duhet të përdor, inteligjenca artificiale i rreshton aty një sër faktorësh të cilët dëmtojnë shëndetin mendor dhe mund të shkaktojnë problematika të ankthit. Dhe kjo është një gjë e mirë. Por ndërkohë, kur ata kërkojnë ndihmë për t'u mjekuar, këtu është problemi më i madh. Nuk munden të përcaktoj dozat inteligjenca artificiale. Nuk mund t'i përshtasë sipas shkallës së rëndezës së mundjes, nuk mund t'i përshtasë sipas peshës trupore që ka një person, apo dëmtimit psikologjik që i ka dhënë kjo sëmundje. Një studim i revistës Harvard Business Review tregon se shkaku pse njerëzit me çrregullime të ankthit dhe humorit kërkojnë më shumë mbështetje terapeutike nga inteligjenca artificiale është rezultati i shpejtësisë së këshillave, mungesës së gjykimit dhe ruajtjes së privatësisë. Megjithatë, nuk mund ta zvendësoj asnjëherë mjekun, sepse nëse ju do vendosni gjithë ato shenjat klinike apo ankesat që keni te ChatGPT-ja, ajo nuk është një mjek që ta arritu diagnostikoj. Pra një keq diagnostikim do të bëjë dhe një keq mjekim. Në disa raste, pacientët kanë braktisur mjekimin për shkak të informacionit që ka gjeneruar inteligjenca artificiale mbi varësinë e medikamenteve të shëndetit mendor. Kjo e ka futur gjendjen e tyre shëndetësore në një rrugë pa kthim dhe me rreziqe të forta. Programet e riorganizuara rezultojnë ndër më të kërkuarit në Fakultetin e Shkencave të Natyrës për këtë vit akademik. Dekani e këtij fakulteti, Eglantina Kalluçi, sqaron se në total janë zauruar mbi 50% të kuotave, ku kryesisht janë preferuar programet e reja të ofruara këtë vit dhe studentët përfitojnë 2 diploma. Interesi për programet që ofron Fakulteti i Shkencave të Natyrës është rritur këtë vit, kjo dhe si pasojë e riorganizimit të një pjese të tyre. Dekania e këtij fakulteti, Eglantina Kalluçi, sqaron se në total janë zauruar mbi 50% të kuotave. Kemi 2 grupime që janë shumë të kërkuara. Grupimi i parë janë shkencat teknologjia e informacionit, ndërkohë që kemi dhe programet ndërdisiplinare në shkencat e natyrës. Për shkak të riorganizimit të programeve të fizikës dhe kimisë në fizikë kompjuterike dhe kimi farmaceutike, konfirmohet dhe një rritje kërkesave nga të rinjt në këto deg. Po programet nuk mund të ndryshohen, reformohen brenda një viti. Ne këtë gjë, siç e theksova, kemi filluar që vitin e shkuar. Këtë vit riorganizuam 3 programe studimi bachelor, pikërisht fokusi ishte përshtatja e programeve të studimit me tregun e punës, ajo që është shumë e rëndësishme, ndërkombëtarizimi, dhe kjo është arsyeja pse i kemi mundësuar këto programe edhe në gjuhën angleze. Interes të lartë kanë patur dhe 3 programet e riorganizuara për këtë vit: Data Science dhe Inxhinieri Informatike, Inxhinieri Kimike dhe Shkencat Natyrore Midisore, ku studentët përfitojnë 2 diploma. Kemi patur një rritje dukshëm mbi 70% më shumë aplikime në të 3 këto programe studimi. Dhe ajo që vum re, pikërisht edhe regjistrimet vijuan po me të njëjtin ritëm. Drejtori i Rrjetit Akademik Shqiptar, Arian Xhelaj, sqaron se të rinjt këtë vit e kanë drejtuar kërkesën e tyre pikërisht nga programet e riorganizuara, ku ka dhe më shumë mundësi punësimi.
patëm mbi 60 programe të riorganizuara dhe 35 programe të reja, por të gjitha këto long term do të kërkonin një reflektim nga universitetet duke parë edhe tendencat e maturantëve të tregut punës, që edhe ata të reflektojnë të në kurrikulat duke e mirë grupuar themi ofertën akademike. Raundi 2 dhe i 3 i regjistrimeve do të përmbushë kryesisht pjesën e mbetur të kuotave, duke dhënë kështu dhe një panoramë të qartë të gjithë programeve të studimit, ato ekzistuese, por dhe ato të riorganizuara. Ish-ndihmën sekretari Amerikan i Shtetit James Rubin përfundoi dëshmi në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag. Për 3 ditë me radhë ish diplomati dha dëshmi në mbrojtje të ish-krerëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, të cilët akuzohen nga gjykata speciale për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Dëshmitari i radhës i mbrojtjes është Paul Williams. Privilegjet të rëndësishme e cilësoi James Rubin dëshminë e dhënë para dhomave të specializuara të Kosovës në Hag, ndërsa mbylli argumentet e tij para gjykatës speciale në mbrojtje të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Ka qenë privilegj për mua të jem këtu pavarësisht që zgjati pak më shumë. Është një kënaqësi e madhe për mua dhe përdorim shumë i rëndësishëm i kohës sime. Ishte më rëndësi që dash mendimet dhe dëshminë time në këtë çështje. Gjatë 3 ditëve, ish-ndihmë sekretari amerikan i shtetit dëshmoi për rolin e ish-presidentit të Kosovës gjatë luftës së UÇK-s, duke theksuar se Hashim Thaçi kishte rol kryesisht politik dhe nuk kishte kompetenca për vendime ushtarake brenda UÇK-s. Sipas ish-diplomatit amerikan, ai duhet të merrte miratimin e komandantëve për çdo vendim të rëndësishëm ushtarak. Lidhur me bisedimet në Rambuje, Rubin vuri në dukje se në nënshkrimi e marrëveshjes së paqes nga delegacioni i Kosovës ndryshoi perceptimin mbi ushtrinë çlirimtare të Kosovës, se nuk kishin të bënin me një organizatë që zhvillonte aktivitete terroriste. Ai shprehu kritika për dhomat e specializuara të Kosovës në Hag, lidhur me kozgjatjen e mbajtjes në paraburgim të Thaçit, Veselit, Krasniqit dhe Selimit, duke u shprehur se kjo nuk ishte drejtësi. Gjatë dëshmisë, Rubin bëri me dije se nuk kishte asnjë informacion që e lidhte Thaçin apo të akuzuarin tjetër Jakub Krasniqi me pretendimet për vrasje. Ai dëshmoi se nuk kishte kontroll dhe komand efektive në UÇK dhe Shtetet e Bashkuara e konsideronin Thaçin si udhëheqës të caktuar nga vetë pala shqiptare. Pas ish diplomatit amerikan, mbrojtja thirri dëshmitarin e radhës. Paul Williams, juristi amerikan, ishte këshilltar ligjor i delegacionit të Kosovës gjatë negociatave në Rambuje. Para dhomave të specializuara në Hag, ai përmendi Bujar Bukoshin, Ibrahim Rugovën dhe Edita Tahirin. Williams tha se ishte Bukoshi ai që e ftoi në emër të Rugovës të shkonte në Rambuje dhe të merrte pjesë në ato bisedime. Ambasadori i Shqipërisë në Holand, Artur Kuko, në intervistë për radio televizionin shqiptar, tha se është besimplot se nga Haga do të ketë një përgjigje që do të na gëzojë të gjithëve. Ai foli mbi marrëdhënie dypalshe Shqipëri-Holand për integrimin, por edhe ju përgjigj kritikave të kryeministrit Edi Rama për më tepër vëmendje në diplomacinë ekonomike. Qindra qytetar nga Kosova, Shqipëria dhe diaspora veshën Hagën Kuqezi për të mbështetur ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në këtë fazë vendimtare të gjyqit. Ambasadori i Shqipërisë në Holand, Artur Kuko, tha për mikrofonin e radio televizionit shqiptar se fuqia e manifestimeve shprehu me zë të lartë se liria ka emër. Liria foli me zë të lartë, të fortë edhe të kthjellët, siç mund ta keni parë gjatë manifestimit ditëve të fundit në Den Haag. Dhe më lejoni të shpreh ndjenjen time besim plot që drejtësia do të vendoset më shpejt se sa më vonë. Pra, shpresoj shumë që brenda 6-7 muajve të ardhshëm të ketë një përgjigje që do të na gëzojë gjithëve. Janë pjesë atij zërit lartë, të fortë dhe të kthjellët që përmendom. Ambasadori Kuko, ndër të tjera, foli edhe për marrëdhënie dypalshe Shqipëri-Holand dhe integrimin. Holanda mbetet një vend që vijon të përkrahi rrugtimin evropian të Shqipërisë, sipas një parimi të mirë vendosur tashmë që është strikt, por të drejtë dhe të angazhuar. Është një rritje e nivelit të përkrahjes së opinionit publik holandez për Shqipërinë. Kritikave të kryeministrit Edi Rama për më tepër vëmendje në diplomacinë ekonomike, ambasadori ju përgjigj. Ne vijojmë përpjekjet tona për gjeneruar sa më shumë interes që të jetë mundur të sektorit ekonomik holandez për të qenë i pranishëm në Shqipëri. Hapësira ekziston për shumë herë më tepër se sa ky shkëmbim
deri tregtare. Ambasadori Kuko vuri gjithashtu në dukje se niveli i mbështetjes mes holandezëve për integrimin evropian të Shqipërisë është në rritje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe zonja e parë Melania Trump u pritën me ndërhyrime mbretërore në kështjellën Windsor nga monarku britanik Karli III dhe mbretëresha Camilla. Kjo ishte vizita e dytë shtetërore në Britani e çiftit presidencial amerikan dhe po mbahet në masa të rrepta sigurie. Në masa të larta sigurie, mbreti Karli III dhe mbretëresha Camilla mirëpritën presidentin amerikan Donald Trump dhe zonjën e parë Melania në vizitën e tyre të dytë shtetërore në Mbretërinë e Bashkuar. Trashëgimtari i Fronit, princi William dhe bashkëshortja e tij, Catherine, pritën çiftin presidencial amerikan pasi helikopteri i Marine One u ul në kështjellën Windsor, ndërsa presidenti shtrëngoi duart me mbretin gjatë ceremonisë së pritjes në lëndinën lindore të kështjellës. U dëgjuan 41 të shtëna nga 6 topa të epokës së luftës së parë botërore, të ndjekura nga interpretimi i 2 himneve kombëtare nga një antar i gardës mbretërore. Rreth 120 kuaj dhe 1300 antar të ushtrisë britanike morën pjesë në ceremoni, e cila sipas zyrtarëve vendas, kjo pritje ushtarake ishte më e madhe se ajo e vitit 2019 kur mbretëresha Elizabeth II priti Trumpin në vizitën e tij të parë shtetërore në Britani. Çifti Trump dhe familja mbretërore më pas parakaluan me karroca përmes oborrit të kështjellës gati 1000 vjeçare. 79 vjeçari është presidenti i parë amerikan që zhvillon 2 vizita shtetërore në 2 mandate të ndryshme në Britani. Pas pritjes së rezervuar nga familja mbretërore të njëjtën në ditën e dytë të vizitës, Trump do të zhvillojë bisedime me kryeministrin britanik Keir Starmer. Ky i fundit po përballet me probleme politike në vend pasi më herët shkarkoi ambasadorin britanik në Washington. Vendimi erdhi pas publikimit të dokumenteve dhe mesazheve që provonin lidhje të ngushta me diplomatin Peter Mandelson dhe me ish financierin amerikan Jeffrey Epstein, të vetë vrarë në burg pas akuzave federale për trafik qenies njerëzore. Ndërkohë, policia britanike njoftoi se ka arrestuar 4 persona pasi mbrëmjen e së martës projektuan pamje të Trumpit dhe Epstein në kështjellën Windsor, ndërsa këtë të mërkurë në Londër u mbajtën protesta kundër presidentit amerikan. Rrëfime në Prag Dimri nga Petrolati sjell tregime mbi marrëdhëniet dhe ngjarjet brenda familjes, si në Shqipëri ashtu dhe në Amerikë. Libri tregon se pavarësisht distancave dhe kulturave të ndryshme, sfidat dhe emocionet familjare janë të njëjta kudo. Rrëfime në Prag Dimri është libri më i ri nga shkrimtari Petrolati. Ky libër trajton marrëdhëniet dhe ngjarjet brenda familjes, si në Shqipëri, ashtu edhe në shtetin e largët, Amerikën, ku autori ka jetuar dhe përjetuar nga afër këtë ndjesi. Ai tregon se pavarësisht distancës dhe kulturave të ndryshme, sfidat, emocionet dhe lidhjet brenda familjes janë të njëjta kudo. Por mbi të gjitha, autori tregon se ky është një libër i cili e fton lexuesin të reflektojë mbi marrëdhëniet personale, kujtimet dhe lidhjet që na bëjnë të ndihemi pjesë e një historie më të madhe. Janë gjëra që unë kam jetuar këtu dhe ajo që më ka shqetësuar është familja. Si ndërtojnë marrëdhëniet në familje, raportet burr-grua, martesa, sa i gjetur, sa e pa gjetur është, e cila në fundit është një sakrificë nëse nuk e bë zgjidhjen e duhur. Ndërsa nga ana tjetër janë, ju thashë në Amerikë, ku kam jetuar, që dhe aty shfaqen po ato probleme, po në një kaq tjetër. Dhe aty ka një bos i cili është kërkues dhe jo korrekt e njën e tjetër. Rrëfime në Prag Dimri është libri i 4 që shkrimtari sjell për lexuesin e gjerë. Por Petrolati është gjithashtu një emër i njohur edhe në fushën e gazetarisë, me një kontribut të madh në televizion. Ai e ka filluar karrierën në radio-televizionin shqiptar që në vitin 1969 dhe është autor i ciklit televiziv Vite pafund, si dhe i serive dokumentare Familjet e mëdha, si dhe Shqipëria në fokus. Vlen goli i Kotobellit që Teuta të marri 3 pikshin e parë në kampionat dhe ndaj Dinamos në një ndeshje ku të dy ekipet e përfunduan sfidën me 10 futbollistë, shumë pretendime nga të dyja palët, shumë raste të shpërdoruara, por në fund ishin djemtë të detit ata që u gëzuan suksesit. Një gol i minutës 23. Teuta gjen fitoren e parë të kampionatit, kurse Dinamo zhgënjen për herë të dytë në 3 javët e parë në Biznes Superiore. Gjithçka ka ndodhur në Niko Tovana të Durrësit, në ndeshjen e prapambetur të javës së parë, e cila erdhi drejt për drejt në rrjetin e radio-televizionit shqiptar. Shkëndijën e parë të rrezikshme e japin dursakët, të cilët në një goditje dënimi nga rreth 20 metra provojnë të rrezikojnë me tolin. Kjo në të 14 minutë
por jashtë. Teuta mbetet me 10 futbollistë, teksa Enea Jorgji ka ndëshkuar me karton të kuq Vidal pas ndërhyrjes së ashpër ndaj Qefalis. Mirë, po kjo nuk e pengoi skuadrën dursake që të gjente golin e avantazhit. Në të 23-ën minutë është kapiteni Kotebelli që ka dërguar në rrjet topin e kthyer nga Teqja, 1-0 dhe fesa është e madhe në Niko Dovana. Selmani është shpëtimtar për Teutën, teksa ka shmangur golin në të 32-ën minutë pas gjojtjeve të Brekut dhe Vilës, por dhe në të 40-ën minutë në goditjen e Nanit. Pjesa e dytë starton me goditjen e Zogos për dhe pritjen e Teqjes. Në të 56-ën minutë Selmani është përsëri hero, teksa ka shmangur rrezikun e ardhur nga Breku. Barazohen forcat në fushën e lojës, ndërsa është ndëshkuar me karton të kuq Nani. Kjo pas ndërhyrjes ndaj Përgjonit. Teuta ka pretenduar për penallti, teksa në të 64 minutë Qerdaku ka ndërhyrë ndaj Dokës, por për Jorgjin gjithçka ka qenë e rregullt, ashtu sikurse ka cilësuar të tillë dhe ndërhyrjen e Berishës ndaj Përgjonit. Fundi i lojës është i gjithë për Dinamo, ndërsa në të 74 minutë Votlaj largoi rrezikun pas goditjes së dënimit të Teutës. Provohen rrezin nga jashtë zonës në të 78 minutë, por pa rezultat. Por dursakët bëhet përsëri shpëtimtar Votlaj. Kjo në të 88 minutë, ndërsa e ka çuar topin mbi tra. Mund të kishte përfituar Teuta në kundërsulm në të 90-ën minutë, por Beshira nuk arrin të pasojë për Fodairo për të gjetur golin e dytë. Në shtesë edhe një tjetër tentativë e Dinamos, por devijimi e Kuran Berishës është i pabesueshëm, teksa e dërgon topin jashtë. Përfundimisht 1-0 për Teutën, e cila ngjitet në kuotën e 5 pikëve, kurse Dinamo mbetet në kuotën e 3 pikëve në atë fitore 3-1 ndaj Vllaznisë. Me këtë lajm erdhëm në fund të këtij edicioni informativ, por qëndroni me ne, pas pak do të kemi një hapësirë të shkurtër me reklama dhe do të vijë pjesa e dytë e revistës televizive, do kemi një intervistë me nënkryetarin e Kuvendit, njëkohësisht deputet i Partisë Demokratike, zoti Agron Gjekmarkaj, me të cilin do flasim për sa i përket aksionit të opozitës, por edhe qasjen për zgjedhjet e pjesëme lokale dhe çështje të tjera. Vetëm pas pak.